Besnik, predispozita që një pacient ketë sukses me seanca pak më shpejt, a janë ata pacientë të cilët shprehen dhe flasin, apo ata pacientë të cilët për mja u zbulu traumën e tyre të këtij reagimi duhen javë? E para që matet në këtë komponentë është simptome, patologjia, çrregullimi, natyra problematikës që manifeston. Pjesa tjetër është sa ka resurse psikologjike klienti. Domethënë, te klienti janë këto prej komponenteve kryesore. Nëse ka simptoma që din me qenë me natyrë kronike, atëherë edhe plani i trajtimit, edhe prognoza është afatgjatë. Nëse është e një simptomatologjie me natyrë më të shkurt, atëherë është edhe plani i trajtimit, edhe prognoza më e mirë. Mandej te pjesa e potencialeve psikologjike është sa klienti ka potencial me i përpunu informatën, me i ban që tha doktorin fillim, me i ban ato detyra, angazhime që i mërë të shtëpia me punu me veten, sepse qëllimi i terapisë është në fund procesit klientit jetë terapist i vetës. Domethënë, psikologjia nuk e mëson klientin, psikoterapia në këtë rast, me jetu pa probleme, po e përgatit që situatët kur ka sfida, kur ka vështërsi, ai me pas potenciale dhe mekanizma me i menaxhu. Edhe ta ashtu lypet me pas kapacitete edhe intelektuale, edhe aftësi me i menaxhu emocionet, edhe ambientin, se cila e ka atë peshën e vetë. Nëse kemi klient që ka tazomosht shtyrë, që ka potenciale intelektuale të reduktume, atër qasja duhet ndryshoj, procesi i punës duhet për shtatet klientit, edhe shpejtësia e dëshirume për me arrit rezultat shkon më nga dalë.